Ju faleminderit, patronazhistë të kombit. Ju faleminderit ju, të dashur patronazhistë, ushtar të verbër të partive që i kanë bërë Shqipërisë atë që asnjë armik nuk do kishte guxuar ta bënte. Faleminderit që po e mbani peng një vend të tërë për një vend pune, për një bordero false, për një thes miell apo një pozicion kot në një zyrë që nuk funksionon. Ju e shitët Shqipërinë për pak lekë dhe për një premtim bosh. Ndërsa ju kënaqeni me 500.000 lekë në muaj me ndonjë tender të vogël apo ndonjë mbetje pushteti, padronët tuaj vjedhin miliona euro. Ndërtoni vila në Bregdet, mbushin llogaritë në parajsat fiskale dhe fluturojnë mbi ne me helikopter luksi, ndërsa fëmijët tan ikin në përkufi dhe në për kampe azilantësh. Ju jeni dorë për dore me ta në këtë krim të madh ndaj popullit. Jeni thesi i fundit i zhgënjimit, sepse jeni shqiptarët që ndihmuat të vritet Shqipëria. Ju jeni kanceri që po ha trupin e këtij vendi. Dhe historia nuk do t'ju harroj. Ajo do ju mbaj mend jo si njerëz që luftuan për diçka, por si ata që e shitën gjithçka. Tradhtar me buzëqeshje që kur thirret atë dheu, kthejnë kokën nga zyra e partisë. Uroj të përballeni me të njëjtën padrejtësi që i keni shitur këtij vendi. Uroj të rrini më shumë në spitale sesa në festa, më shumë në radhë për ilaçe sesa në për lista për vota. Të jetoni në varfëri mendore dhe shpirtërore, sepse kjo është trashëgimia që po lini. Dhe mos kërkoni mëshirë. Se nuk ka mëshirë për ata që e dinë çfarë po bëjnë dhe e bëjnë për përfitim. Shqipëria nuk është më viktim vetëm e politikanëve, është viktim e shërbëtorëve të tyre.